Faleminderit, zoti kryetar. Në fakt, ndër pikat që kemi sot në rendin e ditës, është edhe projekt rezoluta për Institutin e Studimeve të Krimeve dhe të Pasojave të Komunizmit. Një fatkeqësi e kombit shqiptar që ka krijuar mjaft plagë. Prandaj të dëgjosh sot në parlament që do të citohet komunizmi, të citohet Rosa Luxemburg, të citohen marksistët si pat keq, për mua është munges respekti edhe ndaj kësaj pike të rendit të ditës. Aq më tepër kur kjo vjen me hipokrizi. Vjen nga një oligark, fëmijë oligarku, i cili na flet sot për të majtën edhe për popullin. Nëse zoti Muçi, që të keni dhe mundësim për replik, dëshiron që të jetë i sinqert, atëherë unë ftoj që 3.3% që familja e tij ka në Arameras, në zonë të mbrojtur, në këtë pikën e rrethuar të kuqe, t'ia fali familjeve në nevojë. Dhe pastaj të vi dhe të flasi, si për të majtën, ashtu të flasi edhe për zonat e mbrojtura. Ose e janë i shkojmë bashkë në protest aty, pavarësisht se unë jam pro ndërtimit, si aty, si në zonën e 5 të mbrojtur në Zvërnec. Nëse zoti Muçi është i sinqert dhe na flet për arsimin, këtu në shkollën Koto Hoxhi në Gjirokastër, në obor të shkollës, të kërkoj që godina e familjarëve të tij, që do të jeni trashëgimtar, të shembet dhe t'i rikthehet shkollës Koto Hoxhi, t'i kthehet obori shkollës. Ai obor që me leje, s'po i hy si është marrë, se mund të flasim, po nuk më intereson për prindrit tuaj, më intereson që është në oborin e shkollës, është zaptuar obori shkollës për ju që flisni për arsim. Nëse ju do t'jeni sinqert dhe do na flisni, atëherë kujdes dhe çfarë shkruani. Sepse zoti Muçi ka shkruar në një tekst të vetin që falëmbështetjes financiare të prindërve të tij, pa të cilën edhe unë do të detyrohesha që ta siguroja jetesën si inxhinier ndërtimi, siç bëjnë qindra kolege e studentë mi. Si një person që e kam siguruar jetesën me djersën e ballit, si kamariere, si banakier që 14 vjeç, ta siguroj që nuk është turp ta sigurosh jetën si inxhinier ndërtimi. Turp është ta sigurosh jetën si përdredhës politik, sepse përdalja politike është turp, puna si inxhinier jo. Zoti Muçi, jo procedurë, për replik. Tani, shoku Bido këtu ishte përgatitur me hardat e kundër zbulimit dhe foli gjatë për lloj gjërash, ndër të to përmendje edhe shkollën Koto Hoxhi. Shkollën në cilën unë kam bërë filloren time, në oborën e cilës kam kaluar fëmirin time me shokët e lagjës, aty afër kam edhe shtëpinë, dhe që e kam shumë për zemër. Tani, Ardit Bido dhe gjithë Bidot e tjerë në këtë sallë, sidomos ta që janë deputet të partisë në pushtet, në qoftë se konstatojnë, e kanë detyrim kushtetues, në qoftë se konstatojnë një shkelje të një obori shkolle, një ndërtim në një zonë të mbrojtur, duhet të vënë në lëvizje organet kompetente për të ndaluar, për të ndërshkuar shkelësit e tyre. Po këta nuk e bëjnë këtë. Sepse kjo që sapo dëgjuat nga shoku Bido është salca e radhës, është salca që u hidhet sufllaqeve të patronazhistëve që pasi e bluajnë, e nxjerrin me komente në rrjetet e mia sociale. Bido, çoj selam këtij pashajt të vogël, tao paralelipipedit, se unë nga këto salca që gatuani ju natën vonë, nuk dua t'ja di fare. E sa më shumë gatuani ju, aq më shumë të rinje të reja ne veriten me ju e me gjithë Bidot në këtë sallë, e aq më shumë dalin aty në shesh për të protestuar. Ju jeni mësuar, se jeni shumë, jeni mësuar, jeni kalitur që njëri tjetrit t'i hidhni balt në gjithë këto vite. Dhe tani këtë balt, po ma drejtoni mua nga dy akrat, se ngrit edhe krye gjyshi aty dhe përmendi Aramerasin.
Dhe mendoni se unë jam vetëm. Unë vërtet jam një në këtë sallë, po unë nuk jam vetëm, sepse unë jam një nga 100.000 protestuesit aty në shesh, dhe kjo balë që më hidhni ju, jo që nuk më bën pis, po më tregon që puna që kam bërë deri tani është puna që duhet vazhdoj të bëj. Zoti Klevis Balliu për procedurë.